veç këtë apo atë, sepse ka vendosur kur ne kemi marrë përgjegjësinë dhe për çdo aspekt ligjor jemi këtu për patjetër që do të merrni përgjegjësi se do dilni për t'i darë ballë, kjo nuk diskutohet fare. Sepse ju keni mos më thoni ju lutem nga ana ekonomike. Keni shkelur. Mos më thoni nga ana libertishmërisë. Se jeni duke folur nga 100 milionë euro, një sekondë zotëri. Do ta jap fjalën, nuk u mbyll, po nuk u mbyll komisioni, këtu jemi. Po jo më zotëri, nuk e ka mbyllur. Nuk e ka mbyllur komisioni. Nuk e ka mbyllur Zoti Gonxhe se ndoshta nuk e keni me ju interesuat për Xhelon, për Jennifer Lopez. Do t'i jepni dhe asa 4 për milionë Jennifer euro? Lopez, jo, e kemi refuzuar për momentin se kërkonte 2 milionë euro garanci nëse do ketë protesta. Dhe e kemi refuzuar se nuk e hapim dot garanci. Mirë. Kjo është kosto e destabilizimit të vendit. E para një nuk është destabilizim. Për ata që e duan Xhelon në Tiranë, ta dinë që nuk ja kemi ofruar dot të garancit, sepse na është dukur, si themi, e pa mundur për t'ja ofruar dhe nuk mund t'i japin dot. Po sepse jo, tha përdesa këta japin, tha lekët, sa asaj e di që nuk i shitet biletat, e kupton? Tha përderisa këtyre ju jepen lekët kështu, po shkojnë dhe unë po bëj ofertën time. Se keni bë këtu si tregtzi, e kupton? Dhe Xhelon tha, shkoj të kërkoj 2 milion, po mi dha, mirë. Po s'mi dha, mirë. Po mi dha mirë, tha, po s'mi dha mirë se biletat e di që si shiten. Se me një logjikë ekonomike nuk vjen të kërkoj ty lek. Bën koncertin vet, sepse jo vetëm kaq, ju i ofruat një infrastrukturë të posaçme Keni Westit. Edhe mund ta dim ç'a bëhet me atë stadiumin në tokën e kujt u ndërtua, a i ngjelet stadiumi asaj zone, a çfarë do ta kuptonte këtë, e ka zonja Vata. Pikërisht sepse po nuk pikërisht sepse